Mbetet ndoshta rasti më unik që një rrugë nacionale e ndarë në dy pjesë të ketë në mes një shtëpi banimi. Bëhet fjalë për këtë shtëpi e cila u rrethua nga rrugët automobilistike që prej ndërtimit të rrugës së Arbrit. Duke qenë se rruga do të lidhte matin me rrugën e Arbrit, u vendos të bëhej nga fshati fshat shtëpia e familjes Cakoni mbeti mes rrugëve. E zonja e shtëpisë Mane Cakoni thotë se askush nuk mbajti përgjegjësi dhe se nuk ju është dhënë një zgjidhje për të lëvizur nga aty. Zonja Mane thotë se në vend që shteti apo kompania ta dëm shpërblenin e ta largonin nga aty, ata janë mjaftuar duke i thënë se nuk po të prishin banesën apo nuk po të cënojnë pronën. Mane Cakoni akuzon kompaninë që ka ndërtuar rrugën e Arbrit dhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Ballukun, të cilët e kanë lënë në këtë hall të madh dhe në rrezik në çdo moment nga makinat. Asnjë gjë s'na tha. Si mi tut pengu, si mi tut prish asnjë gjë, ne i futën rrugë ditësore prap, rrugë tjetër. Po beson shtet, boni këtë, se mos ishte shtet, se ishte rrugë. Si çaj kërkova. Të mbajtë mapin, o të mbajnë shpej, o të shpërblen. Rrugë o shtet, se për nëse o shtet rrugë. A, keni frikë kur fleni natën? Kur fleni natën, nuk kemi frikë natën e ditën. Të nuk bëhet gjumë. Qa gjumë i bëhet tu. Shumë gjumë ka, shumë trënditje, shumë. Sidomos një për kalamojt, kam frikë me derë, kam frikë. Do rri kalamojt më rapa mosës. Në mrapa mi unë se bon fëmija me kalu makinën e ta shtyp. Tu s'kishte pas shtet për mu. Jo, këtu shtet janë për qenmit, jo për të pa qenmit. Mos me pas shteti me lek me gajti shpej. Gjithkisht ato e di gjithë bota se ku janë. Jo Shqipëria, për në gjithë bota e din se ku janë. E në kush ka lëng le e malko këtë shtet. Turista, kush lunë, kush den le, thonë si ka mundësi, që e le shteti këta këtu, si. A linjet shtëpia me disë di rrugëve, me njerëz mrena, me fëmijë të vegjël. Asnjëherë nuk bëjnë gjukë qetë, as natën as ditën, s'kemi qetësi. Nuk kemi qetësi, jo. Që do bëhet nuk e di. Shpresat janë shumë të pakta në këtë shtetë që kemi. Po humë shpresat mos, se kjo bo 7 vjetë sa bo kjo rrugë, ata do të më kishin shpërbly mu, do të më kishin ngrejt, do të më kishin dhënë një ofertë. Asnjë ofertë, asnjë gjë. Me pyet njerëzit, thonë, ja të kanë dhënë oferta, po kush është ai që më ka dhënë ofertë? Kush ka ardhur më këtu që më ka dhënë ofertë? Mua s'kam pranuar. Asnjë lloj oferte s'kan dhënë, vetëm nuk kemi të prish as muri, as shtëpi, asnjë gjë, ne s'kemi asnjë lloj oferte s'm kanë dhënë. Kërkesën e kam bën, ka s'di tash. Ka janë 2 vjet, po nduket. Belinda Balluku bëna kërkesën, ai më kthei përgjigjen, thoshte, a ka kthyer jo, a ka kthyer në një tjetër se këtu nuk jepet ha. A mos imi me shtetin në atje se ç'a bëhet. Tu makinat janë fut mrena, ka ardhur makina me shpejtësi, shiko muri, haleo prish muri, ditë e kanë mbajt hekët. Me janë fut mrena. Si s'kan. Janë përplas makinat në murt. Mane Cakoni u bën apel institucioneve që ta zgjidhin problemin e saj, pasi jeta e të gjithë familjarëve është në rrezik të madh nga dy rrugët që i kanë rrethuar banesën.